Pra ai, kur thirrët ezani, largohet. Manderi thirrët ezani është mesnesh. Thirrët ezani, largohet. Kur t'nalet ezani, kthehet. Bëhet ikameti, ik prap. Kur mbaron ikameti dhe njeriu hyn namaz, afrohet dhe i çon mendimet këqija besimtarit që ta pengoj nga namazi. Ta largoj sa ma shumë nga namazi. Bismillahirrahmanirrahim. Sot tema që do ta shtjellojmë është si t'i mbrojmë shtëpitë tona nga shejtanët, nga xhinët. Dhe si të i bëjmë shtëpitë tona vendbanim për melaqet, për krijesat e pastërta të Allahut xhelle xhelalu. Hym disa shtëpi edhe ndjejmë qetësi, rahati. Qetësohemi, rahatohemi. Ndërsa hym do shtëpi tjera, subhanallah, e ndjejmë një farë ngushtimi në gjoks, një farë ngushtimi në zemër, edhe shqetësim edhe jo rahati që mezi presish me dalë prej aty. Disa njerëz e ndijnë shtëpinë e tyne vend qetësia dhe rahatia, dhe mezi presin të kthehet në shtëpitë e tyne. Ndërsa ka të tjerë, subhanallah, e ndjejnë shtëpinë e tyne vend ngarkese, jo të rahatshme, dhe nuk u kthehet, nuk u shkohet në shtëpitë e tyne, vetëm pse është paqare se duhet me shku në shtëpi. Nuk gjejnë rahati. Me ju ardh një mundësi më e vogël, dalin për shtëpisë. A për me u kthye në shtëpi, e kanë shumë mazamet. Edhe këtë e dim edhe na vijnë pyetje të shpeshta, edhe ankohen njerëzit, si nga ana e burrave ashtu edhe nga gratë. Ka dikush që thot, hi në shtëpi dhe s'kam qef me dalë, e gjej rahatin, jam i lumtur, jam i kënaqur kështu me radhë. Ndërsa ka të tjerë që nuk ju hijet në shtëpitë e tyre. Cili është shkaku? Cili është arsyeja? Arsyeja është se ka shtëpi ku qëndrojnë melaqet, ku rrinë melaqet. Dhe ka shtëpi ku shejtanët, Allahu na ruajt prej mashtrimeve të tyre, prej intrigave të tyre, që disa shtëpi i kanë bën strofull. Aty është bën vend i përshtatshëm për ta, edhe e krijojnë atë ngarkesë, atë jo rahati dhe jo qetësi. Ky është realitet, nuk po e teproj, nuk po e zmadhoj. Melaqet janë krijesa të pastërta, janë krijesa të krijuara prej dritës. Nuk njohin gjën tjetër vetëm se bindjes ndaj Allahut xhelle xhelalu. E madhrojnë Allahun, e lavdrojnë atë, janë të pastërta, nuk bëjnë gjunahe as pak. Allahu azza wa jall thot: "Yusabbihuna al-layla wan-nahar la yafturun." E madhrojnë Allahun natën edhe ditën, nuk pushojnë edhe nuk lodhen asnjëherë. Në një ajet tjetër Allahu azza wa jall thot për melaqet: "La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Nuk e kundërshtojnë ligjin e Allahut, ligjin e Zotit tyne, dhe bëjnë çfarë urdhërohet. Pra i binden urdhrave të Allahut. Melaqet, këto krijesa të pastërta, i dojnë vendet ku adhurohet Allahu azza wa jall. Dhe shpërndahen nëpër tokë, kërkojnë vendet të pastërta, kërkojnë vende ku madhrohet Allahu, ku adhurohet dhe falenderohet Allahu azza wa jall. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadith sahih. Prania e tyre në tokë nuk është vetëm nëpër xhamia. Melaqet shkojnë edhe në ato shtëpi ku ka adhurim dhe kushtet përshtatshme për ta. Nga ana tjetër, kur një shtëpi është e zbrazur nga adhurimi dhe përmendja e Allahut, aty nuk rrin melaqet. E ku nuk ka melaqe, aty ka shejtan. Në një shtëpi ku banojnë shejtanët, siç tham, ka ngarkesë, nervozizëm, probleme, ngushtim në zemër, mungesë qetësie, rahatie, ka konflikte mes bashkëshortëve,
ka konflikte mes fëmijëve, fëmija zgjohet i friksuar, ëndra të ndryshme të këqija që ja upin moralin dhe vullnetin, ëndra të ulta dhe çdo gjë e keqe që mundet me i ndodh njeriu. Prandaj, e këshilloj veten dhe juve me disa udhëzime dhe këshilla se si të i bëjmë shtëpitë tona të rehatshme, si të i shndrojmë shtëpitë tona në vende të qeta për të jetuar në to, si të i bëjmë shtëpitë tona vend banime për melaçe dhe asesi mos të bëhen vend banime të gjinëve dhe të shejtanëve të mallkuar. Veçanërisht i këshilloj ata që i ndrojnë banesat. Ndodh ndonjëherë që e ndrojnë banesën, prej një banesë shkojnë me një vend tjetër, aty në banesën e re duhet me i marrë do masa të veçanta, se ndoshta ai vend është i banuar prej shejtanëve të mallkuar. Pra duhet me i bë disa gjëra, do t'i përmendim pra, që ai vend pastrohet nga shejtanët e mallkuar dhe të bëhet vend banim i besimtarëve dhe i melaçeve. E para, mësimi i para, po këshilla e parë që mund të themi, thirrja e ezanit për namaz. Duhet të thirret ezani edhe nëpër shtëpia. Në vendet tona, në vendet islame, dëgjohet ezani në çdo vend. Dëgjohet tekbiri, ezani Muhammedi, ashhadu an Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah. Pra dëgjohet ezani në çdo vend. Ndërsa këtu në Perëndim nuk dëgjohet. Dëgjohet vetëm se brenda xhamisë. Kjo na mungon këto vende. E rëndësishme është se ezani i largon shejtanët. Shejtani nuk e duron fjalën Allahu akbar. Shejtani nuk e duron fjalën ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shejtani nuk e duron fjalën eja në namaz, eja në shpëtim. Ai dëshiron dhe kënaqet kur i sheh njerëzit të devijum, kur i sheh njerëzit në humbje. Prandaj, edhe në shtëpitë tona është mirë ta thërrasim ezanin kur nuk arrim të falemi në xhami. Na vjen rasti që nuk mund të falemi, nuk mund të shkojmë në xhami, kur ta falim namazin në shtëpi, ta thirrim ezanin ashtu siç e thirrim edhe ikametin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në lidhje me këtë ka thënë: kur thirret ezani, kur thret ezani, shejtani largohet me të shpejt. Shejtani s'u duron fjalën Allahu akbar. Ik, largohet sa më larg deri kur nuk e dëgjon më ezanin e muezinit. Në një transmetim thot, ik duke lëshu gazra prej frikës madhe që e ka nga ezani. Kur ezani përfundon, ai kthehet përsëri. Sa të mbaron ezani la ilaha illallah, ai kthehet. Mandej vazhdon hadithi thot, kur thirret ikameti, që po bëhet gati besimtari me ia fillu namazin, ai përsëri largohet. Kur të mbaron ikameti, ai kthehet dhe fillon të i futet mes njeriut dhe vetes tij, të i çu ide të këqija në namaz. E çon me mendua në ato gjëra që kur s'ka mujt me mendua jashtë namazit. Derisa njeriu falet edhe nuk e di se çka ka lexuar namaz edhe sa recate i ka bërë. Apo na ndodh neve kjo? Po, apo na ndodh. Pra, kjo ndodh pse shejtani është prezent. Në luftë me shejtanin duhet me kon çdo herë. Shejtani asnjëherë nuk i lëshon armët, edhe ne nuk bën me lëshu armët në asnjë moment kundër shejtanit. Gjitha këshillet dhe mësimet që na i ka mësua Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, duhet të i përmbahemi që ta dobësojmë armikun ton të përbetuar. Allahu azza wa jalla për na thot Kur'an, inna shejtana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Shejtani për ju është armik. Konsiderojeni, merreni ato për armik.
Pra ai në çdo mënyrë, në çdo mundësi që ti paraqitet, ai ka me shfrytzuar për me të dëmtuar ty si besimtar. Është betuar për këtë. Dhe ne duhet jemi çdo herë të gatshëm të i rrim përballë dhe mos të dorëzohemi në asnjë moment. Pra ai, kur thirrët ezani, largohet. Manderi thirrët ezani është mes nesh. Thirrët ezani, largohet. Kur t'nalet ezani, kthehet. Bëhet ikameti, ik prap. Kur mbaron ikameti dhe njeriu hyn namaz, afrohet dhe i çon mendimet këqija besimtarit që ta pengoj nga namazi. Ta largoj sa ma shumë nga namazi. Thuhet, nuk e dija ju ka ndodhur, po bash do ide ma të mira, ma të qëllume në tekën namaz. E ki një projekt, e ki diçka dhe su një gjenë bashat filën, namaz në tekët edhe mas namaz dhe thush e bëj këtë. Ndoshta shejtani ta kujton këtë, që të largoj prej namazit, se nuk ka punë ma të mirë se namazi, edhe pse ta ka dhënë një ide të mirë. Ai e ka arrit qëllimin e vet që të ka dobësua në namaz. Thuhet për Ebu Hanife, nuk e di sa është lajmi i sakt, se shkon njëri i thot, o imam, e kam fsheh një thesar dikun, edhe kam harruar. E kam qelë këtë tokën, arat i kom qelë, ku e kom shtinjat ark me pasoni, edhe s'po muj me gjetë. A mund është me ndihmua me gjetë ku është. Ebu Hanife thot, ku mund me të ndihmua ty? Po e thot e kam një ide. Thot kur qohësh, kur flenë sonte në qohësh para sabahit, edhe i falesh 2 rekat namaz, mundohu t'jesh sa ma i përpikt namaz. Namaz yt jetë sa ma i bukur. Edhe sa të hyn namaz, sa fillon, sa të thellohet mirë tani në atë kënaqësinë e namazit, për ul namaz, vjen gjini, vjen shejtani edhe thot shkon filon vendin se e ki ati. Edhe kur kthehet, shkon e gjen thesarin, edhe i thot Ebu Hanifes, thot shtu e gjeta, po apo më tregu çysh e dite. Thot e dite se shejtani nuk do me pa njeriu mirë, nuk do me pa rahat. Në punën më të mirë ka munduar me e penguar. E ti nëse namaz ke arrit me u thelluar ta dhe me shijua, ai s'ka me të lënë rahat dhe ka me të gjetë diçka por me të larguar prej asaj kënaqësie. Pra, puna e parë, ta thirrim ezanin në shtëpitë tona. Thirr ezanin. Nëse s'mund është ti, thuj një prej vëllezërve tu. Le të mësohen me thirr ezanin. Vjen dita dhe në xhami vjen e thirr një ditë. Le të bëhet ai shkaktar që shejtani të largohet prej këtyre vendeve. Sa më shumë që të largohet shejtani prej vendbanimeve të njerëzve dhe besimtarëve. Gjëja e dytë është namazi. Duhet të mbushim dhe të ndriçojmë shtëpitë tona me namaz, që ato të jenë burim bereqeti për ne dhe për gjithë anëtarët e familjes. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë: "Ij'alu min salatikum fi buyutikum, wa la taj'aluha qubura." Bëni namaz në shtëpitë tuaja dhe mos i shndroni ato në varreza. Bëni namaz në shtëpitë tuaja dhe mos i shndroni ato në varreza. Kuptimi është se në varreza nuk bën me u fal. Është ndaluar me u fal. Në varreza nuk bën me u fal. E pejgamberi alayhis salam thotë mos i bëni shtëpitë tuaja varreza. Vend i terr, vend i rand. Po ndriçoni ato me namaz. Ndriçoje çdo vend të shtëpisë tënde me namaz. Sidomos me namazë nafile, me namazë vullnetare. Është fjala për burrat. E për gratë, le t'i falin farzët, le t'i falin namazet në shtëpi dhe si është për burrat më mirë të falen në xhami, ashtu për gratë është më mirë të falen në shtëpi. Po nuk është e ndaluar gratë me u fal në xhami, siç ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam, mos i ndaloni robreshet e Allahut ndaj shtëpive të Allahut. Po i bie rasti që edhe burrit falet në shtëpi, po qëllimi është këtu që me namazë nafile, e fal farzin në shtëpi, në xhami, dhe të vjen e ke rrugën apo ke punën me shku në shtëpi, leje synetin me e fal në shtëpi, kjo është më e mira.
Po nëse është rrezik se humbish sunetin, nuk mundesh me e falë në shtëpi, nuk ke kohë apo ke punë tjera, atëherë fale në xhami edhe me namazet tjera ndriçoje shtëpinë tënde. Imam Shafiu rahimahullah ka dhënë fetva se nëse je i sigurt që kur shkosh në xhami namazi është fal, atëherë është mirë ta falësh në shtëpi me antarët e familjes. Thirrë ezanin, kujtoja edhe antarëve tjerë të familjes, le të bëhen gati me abdes dhe falu në shtëpi me xhamat me antarët e shtëpisë që i keni. Është më mirë se sa me u falë vetë. Së treti, leximi i Kur'anit. Melaçet e dojnë librin e Allahut. Melaçet kanë dëshirë të madhe me e dëgjua librin e Allahut, fjalët e Allahut xhalla xhelalu. Çdo vend ku lexohet apo mësohet Kur'ani, ai vend është i mushët me melaçe. Në një vend ku lexohet Kur'ani, aty prezantojnë melaçet e Allahut të Zotit. Ngritja e zërit gjatë leximit Kur'anit të ndihmon ta meditosh Kur'anin, edhe ta kuptosh Kur'anin. Pra, kur të lexosh Kur'an, lexo edhe me zon të lartë. Edhe për ty është më mirë, po le ta dëgjojnë edhe melaçet. Nëse lexon vetëm me sy, pa e lëviz gjuhën, nuk konsiderohet lexim i plot, është lexim i mangët. Pra, është mirë që kur të lexosh Kur'an, edhe nëse nuk e lexon mirë, edhe nëse ke probleme në lexim, mundohu, sepse kur ta lexon me zah, i dëgjon edhe gabimet tuaja dhe është një mundësi për me i ditë ku po gabon për ta përmirësuar dhe për ta perfeksionuar leximin tënd. Po, në këtë rast është që leximi i Kur'anit të dëgjohet edhe prej melaçeve të Allahut. A është e lejueshme bëhet pyetja, dëgjimi i Kur'anit tu bë diçka tjetër, tu marr me aktivitete tjera. Për shembull, a bën me lëshu në kerr, në makinë, e ne jemi duke udhëtu, jemi tu i ngra. Kerr. Ndoshta ndonjëherë mundesh me pas në telefonat, ndoshta nuk mundesh me net i koncentruar non-stop në lexim të Kur'anit, apo jemi në shtëpi, apo jemi në punë, tu bë diçka, gratë janë tu gatu diçka, tu e pastru shtëpinë, a bën me lëshu Kur'anin edhe me i bë punët? Ulemat kanë thënë po, nuk ka asnjë problem. Edhe nëse nuk përcillet vazhdimisht leximi i Kur'anit. Nuk të kapën ajeti i Kur'anit ku Allah azza wa jalla thotë wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur lexohet Kur'ani, dëgjoni atë dhe heshtni që të mëshiroheni. Ky është ajeti i Kur'anit. Kur të lexohet Kur'ani, ju heshtni dhe dëgjoni mirë që të mëshiroheni. Ulemat për këtë ajet kanë thënë, qëllimi është gjatë leximit të Kur'anit në namaz. Nëse imami është lidh namaz edhe është tu lexu Kur'an, aty të përket dhe je i detyruar me dëgju Kur'anin edhe me hesht, mos me bë kurrë tjetër. Dhe Imam Ahmedi thot dietarët janë një mendimi, janë pajtuar se dëgjimi dhe heshtja gjatë leximit të Kur'anit është fjala për namaz, jo jashtë namazit. Pra, bën me lëshua Kur'anin dhe ti me i bë punë tjera. Nëse për një moment apo për një kohë nuk je në gjendje për me u koncentruar në leximin e Kur'anit, nuk ka asnjë problem. Të lejohet. Pra, kur të lexojmë Kur'an, melaçet prezantojnë. Këtë e kuptuam. Po japim edhe një shembull që ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sahabiu i nderuar Usaid ibn Hudayr thot isha tu i pastrua kafshët në shtall, kuajt edhe devet. Edhe gjatë punës në shtall fillova me lexu Kur'an. Po vrejta tha një farë shqetësimi te një kal. Lëviste tha,
sikur me marrë vesh, sikur me ndije se një prezencë diçka tjetër. Edhe kur filloj me lëviz, unala. Isha tu lexu Kur'an, e ndalova leximin. Sa e ndala leximin, unala edhe kali. Fillova të lexoj prap, kali filloi prap të lëviz. Tha kisha djalin e vogël që u sillte aty, u tuta tha për djalin se mos po ma shkel djalin se po ma dëmton, e nala leximin e Kur'anit edhe u nalë edhe kali u qetësua, edhe të nesërmit shkova te pejgamberi alayhis salatu wasalam për me pyet. Tha o Usejd, gjatë leximit të Kur'anit, ai vend aty është rrethu me melaçe. Edhe kafshët dëgjojnë më shumë se sa njerëzit. Pra kali apo kafshët që janë kanë aty e kanë ndije prezencën e diçka tjetër edhe janë shqetësuar. Pra, gjatë leximit të Kur'anit që e ke bë ti, o Usejd, kanë prezentu me laqet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, ku të lexojmë Kur'an, vëllezër, që aty ku jemi, në shtëpi, në dhomë, në xhami, ku të jemi, dije se janë të t'u afru me laqet edhe duke të ndëgju. Ebu Hurajra, radiallahu anhu, thot, kur në një shtëpi, në gjënë se shumë bukur, subhanallah, ka thënë shumë fjalë e qartë, e bukur dhe e qartë, edhe që na konvenon edhe na e knaq shpirtin. Thot, kur në një shtëpi lexohet libri i Allahut, shtëpia zgjerohet për banorët e saj. Apo dëgjoni të. Shtohet bereqeti. Në atë shtëpi ku lexohet Kur'ani, shtohet bereqeti. Melaçet shkojnë në atë vend, edhe shejtanët largohen. Në një shtëpi ku lexohet Kur'ani, zgjerohet për banorët e saj, shtohet bereqeti, melaçet shkojnë aty dhe shejtanët largohen. Po kur në një shtëpi nuk lexohet libri i Allahut, ajo ngushtohet për banorët e saj. Ani që thamë fillim, ka njerëz që thënë, smrihet në shtëpi, sun rahatohen, e ndini farë ngushtësie në gjoks që s'muj me ratu, du të me dalë. Ngushtohet për banorët e saj, paksohet bereqeti në atë familje, në atë shtëpi, melaçet largohen edhe shejtanët hyjnë mrenda. Ndërsa disa prej të parëve, prej parëve të muslimanëve kanë thënë, shtëpit në të cilat lexohet Kur'ani ndriçojnë për banorët e qiellit, ashtu siç ndriçojnë yjet për banorët e tokës. Subhanallah. Kur është qielli i pastër, kthjellët i sheh yjet, ndriçojnë. Banorët e qiellit i shohin yjet që ndriçojnë. Po ka banorë të qiellit që janë melaçe, shtëpit ku lexohet Kur'an ndriçojnë për ato krijesa, për krijesat e qiellit, për melaçet e Allahut. Pra, sikur ti që i sheh yjet që ndriçojnë, shtëpia ku lexohet Kur'an shkëlqejnë dhe ndriçojnë nga bereqeti i Kur'anit për banorët e qiellit. Kjo tregon se leximi i Kur'anit në një shtëpi jo vetëm që sjell bereqet dhe qetësi shpirtërore, gjithashtu i ndriçon dhe i mbush me praninë e melaçeve, i mbush me bereqet me praninë e melaçeve. Leximi i surës Al-Baqara. Do ta nënvizojmë leximin e surës Al-Baqara, është surja më e gjatë Kur'an dhe e dyta në radhitje. Është e pëlqyeshme, veçanërisht pra, që në shtëpi të lexohet surja Al-Baqara. Ebu Hurajra radiallahu anhu thot se pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë: mos i bëni shtëpit tuaja varreza. Shtëpia ku lexohet surja Al-Baqara nuk hyn shejtani. Pra, në një shtëpi ku lexohet surja Al-Baqara nuk hyn shejtani në ta. Mandej surja Al-Baqara e ka një vlerë të veçantë nëse mësohet prej njeriut. Është sure e gjatë, është sure ma e vështirë se sa të tjerat, mirë po nuk është e pamundshme.
besimtari duhet me mësu leximin e Kur'anit, duhet me mësu edhe surat Kur'anit, duhet me mësu edhe surën Al-Baqara. Nëse nuk mundet me mësu të gjithën, atëherë le ta çon kohën duke e mësu surën Al-Baqara, mos ndalet, sepse ka vlerën e saj të veçantë. Abdullah ibn Burejda, një sahabi, thot, Burejda është baba i tij sahabi, ndërsa ky nuk është, thot, isha ulur afër pejgamberit alayhis salam, dhe e dëgjova duke thënë, pejgamberi alayhis salam po thot, mësoni surën Al-Baqara, sepse mësimi i saj, marrja e saj është bereqet. Lënia e saj është keqardhje. Mos me mësu surën Al-Baqara, në ditën e kiametit kemi një keqardhje të madhe dhe të thellë. Allahu Azza wa Jalla ka zbrit për besimtarët që ta lexojnë, ta mësojnë dhe të punojnë me ta. E kur dalësh ti para Allahut Azza wa Jalla dhe kur ta mëson se çfarë vlerë ka surja Al-Baqara, ke mendje keqardhje të madhe. Pastaj thot, ajo nuk mund të përballohet nga batale, nuk mund të përballohet nga magjistarët. Pra në një shtëpi ku lexohet surja Al-Baqara, sihirja nuk e ka pat shtëpi. Pejgamberi alayhis salatu wasalam po thot kjakt, la tastati'u al-batala. Magjistarët nuk munden me i bë dëm asaj shtëpisë ku lexohet dhe banorët e saj e dinë përmend surën Al-Baqara. Së katërti, përmendja e Allahut subhanahu wa ta'ala. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu thot, e kam dëgju pejgamberin alayhis salatu wasalam duke thënë, përmendja e Allahut, tash të kalum në një pikë tjetër. Pejgamberi alayhis salatu wasalam po thot, kur njeriu hyn në shtëpinë e tij dhe përmend Allahun gjatë hyrjes, po dhe gjatë ngrënies, shejtani thot, nuk kemi vend për të fjetur dhe as ushqim. Pra në këtë shtëpi, s'pas kemi vend për me hinë ta, e as për me ushqyje. Njeriu kur të hinë shtëpinë e tij edhe përmend Allahun, thot bismillah, ose thot bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, e bën duan e hyrjes në shtëpi. Edhe kur fillon me hangër, thot bismillah, shejtani vjen dhe thot, ja, këtë shtëpi s'pas kemi puna. Se ky e boni duan kur hyn në shtëpi, na umshel dera, po edhe për me hangër nuk pas kemi mundsi. Ndërsa në shtëpit ku nuk përmendet Allahu në hyrje, edhe kur të fillojnë banorët e saj me hangër nuk e përmendin Allahun, thot këtë shtëpi gjetëm na vend për të fjetë, për të rahatu, edhe gjetëm për të ushqyer. Pra përmendja e Allahut e largon shejtanin prej shtëpisë dhe nga mesi ynë. Dietarët e kanë preferu, pra kanë këshillu, që kur të hymë në shtëpi, përveç duas që ta bëjmë, të themi edhe selam. Edhe nëse shtëpia është thatë, pra kur është në një shtëpi, një antar tjetër e shtëpisë, thosh selamu aleikum. Besimtarët duhet me u përshëndet me selam. Po edhe nëse nuk është askush, duhet me përshëndet, duhet me dhënë selamin. Assalamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Selami qoftë, paqja qoftë për ne dhe për besimtarët e drejtë. Dhe për besimtarët, për robërit e Allahut të drejtë. Kur kanë spjeguar kush janë banorët apo robërit e Allahut të drejtë, ulemat e kanë spjeguar, prej tyne dhe Imam Nevovi thot me laqet e Allahut. Pra nëse shtëpia është që falet namazin tonë, përmendet Allahu, thirret ezani, është e pastër, kështu me radhë, aty ka me laqe. Kur të hish mbrenda, thuaj assalamu alejna, selami qoftë mbi ne dhe për ne, wa ala ibadillahi salihin, dhe mbi robërit e Allahut të drejtë dhe të pastër dhe të mirë. Dhe është për qëllim për me laqet e Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos harxho kohën në gjërat pavlefshme. Kaloj atë në përmendjen e Allahut. Shumë po humbim kohë në gjërat pavlefshme. E harrojmë Allahun subhanahu wa ta'ala. Besimtari shumë fiton kur e përmend Allahun xhalla xhelalu. Për çdo fjalë që e thot, çdo dua që e thot, çdo përmendje të Allahut,
ka tregu pejgamberi alayhis salatu wasalam. Nëse e thu këtë dua, ke këtë shpërblim. Nëse e thu këtë dua, ke këtë shpërblim. Po megjithatë me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat e besimtarëve. Allahu thot në Kur'an: "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub." Ata që besojnë, zemrat e tyre qetësohen. Ata që i besojnë Allahut, zemrat e tyre qetësohen kur përmendet Allahu. Vërtet zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut. Zemrat e besimtarëve qetësohen me përmendjen e Allahut. Ashtu siç është uji jetë për bimën, përmendja e Allahut është jetë e zemrës së besimtarit. Bima nuk mundet me jetu pa i hodh ujë. Ashtu edhe zemra e besimtarit duhet të mbetet gjallë, duhet të ushqehet, duhet të ujitet me përmendjen e Allah subhanahu wa ta'ala. Melaqet zbresin për të dëgjuar përmendjen e Allahut, dhikrin e Allahut. Allahu ka kriju melaqet veçanta që zbresin nga qielli dhe kërkojnë vende ku përmendet Allahu dhe mësohet dija e drejtë, dija e pastër. Qoftë ajo dije në xhami, qoftë në shtëpi, qoftë në shkollë, apo kudo qoftë. Ku përmendet Allahu, ku mësohet ilmi, ku ka derse, zbresin melaqet, vinë melaqet, rrethohet ai vend nga melaqet. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka thënë, sa herë që një grup besimtarësh ulen për ta përmendur Allahun, vetëm se ai vend rrethohet për melaqeve. Allahu e zbret mëshirën e tij, e zbret qetësinë e tij, qetësinë që i qetëson zemrat, dhe Allahu azza wa jall i përmend këta të melaqet e tija dhe krenohet. Thot, shiqoni robrit e mi, në tokë janë mbledh dhe më përmendin mua. Allah na bëf prej tyne. Inshallah dhe ky vend sonte është i rrethun prej melaqeve dhe bëjnë dua për neve dhe Allahu është i kënaqur prej neve. Thërret është një transmetim tjetër, thot, kur njerëzit, kur besimtarët e kryjnë dhikrin dhe dalin prej xhamis, dalin prej atij vendit, thërret një zë dhe thot, shpërndahuni se ja u kanë falur të gjitha gjunahat dhe mëkatet. Allah na bëf prej tyne. Gjëja e pesë që mundi me thënë është kujdes. Melaqet nuk hynë në një shtëpi ku ka qenë. Melaqet nuk hynë në një shtëpi ku banorët e saj mbajnë qenë. Nuk lejohet që një musliman të mbajë qenë përveç se kur ka nevojë për ta. Lejohet për gjuhëti, mbajtja e qenit, ruajtja. Lejohet për të i rujt baktit, të mbjellat, tokat, gjithashtu edhe për të i rujt shtëpit. Mirë po me mbajt qenë për pikë qefit, që nuk ke nevoj asnjë prej këtyne, është e ndalume. Pejgamberi alayhis salatu wasallam ka thënë, kush mban qenë, çdo ditë i paksohen sevapet e tij sa një qirat, sa një kodër sevape. Përveç se, vetë pejgamberi alayhis salam përjashton, përveç se në rastet kur është për gjuhëti, për ruajtje të baktive apo të mbjellurave. Kjo nuk kupton se mbajtja e qenit pa arsye është prej mëkateve të mëdha, sepse është sebeb për humbjen e sevapeve. Pra duhet të kemi kujdes, sepse është duke u bë mod edhe në shtëpitë e muslimanëve me mbajt qenë. Ne çdo herë kemi pas qenë, por kemi pas oborrat e mëdhenj, oborin e kemi pas të madh, kemi pas tokë, kemi pas bakti, dhe qenja ka pas vendin e vet. Jo besimtarët edhe në këto vende knena, qenin e shtin në shtrat. Kjo nuk është traditë e jonë. Po, tash është u bë, është edhe kjo traditë, jo e mirë dhe e huaja për ne, është duke u bë traditë e jonë. Pra, duhet ta dim se me pas qenë në shtëpi tona është gjuna i madh dhe bëhet shkaktar që melaqet mos të hyjnë në ato shtëpi.
E gjashta, melaçet nuk hynë gjithashtu në ato shtëpi ku ka fotografi të shfaqura. Fotografit e shfaqura nuk lejohen, pikturat nuk lejohen, statujat e qenieve të gjalla nuk lejohen. Nëse është fotografi e natyrës, nuk ka problem. Nëse është piktur e natyrës, nuk ka problem. Nëse është ndonjë skulpturë diçka që nuk ka shpirt, nuk ka problem. Është ndaluar fotografit, pikturat, statujat e qenieve të gjalla të mbahen në shtëpi. Kjo bazohet në hadithin e ngjashëm me ata që përmendëm më herët, ku pejgamberi alayhis salatu wassalam thotë, melaçet nuk hynë në shtëpi ku ka qen dhe figura apo fotografi e piktura. Statujat, pikturat janë mëkat sepse përbëjnë imitimin e krijimit të Allahut. Sidomos kur disa prej tyre janë në formë të asaj që adhurohen përveç Allahut. Kemi ka nis me ushit në për vendet e suvenireve, do statuja të vogla në vendet tona. Ato statuja nuk janë lojra, nuk janë diçka kështu, po janë statuja që i kanë adhuruar të parët tanë, ilirët, pellazgët. E tash po i bëjnë ato të vogla dhe po i shesin edhe po shkojnë pi blejnë edhe pi rujnë nëpër shtëpitë tyne. Ato janë kam zotra që janë adhuruar në vend të Allahut azza wa jall. E muslimani shkon i blen ato dhe mush. Ma e keqja dhe ma e forta që e ndi veten unë personalisht në faj, se i kam pa të ushit edhe në obor të xhamis. Statujeta, vogla, të ushit në obor të xhamis. Pse e ndi vetën keq? Pse nuk shkova bashkësi islame dhe mua anku mi thonë, çka jeni tu bo? A ka kujdes, a ka kontroll çka shitet tu apo jo? Gjitha të tjerat u arsyetoshin, figurat tjera, vizatime tjera, mundën me u arsyetu ose me u kuptu, jo me u arsyetu, me u kuptu pse, po statujat e ilirëve, të pellazgëve, me u shit në bord xhamis, kjo më duket pa tolerueshme, dhe inshallah kur të shkoj herën tjetër do të ankohem dhe do ta ngrej këtë si çështje. Përjashtim janë lojrat e fëmijëve, kukullat e vajzave nuk hynë në këtë ndalesë. Kukullat që luajnë vajzat me to, edhe pse kanë, domethënë, kafshë kështu, nuk ka problem, janë gjetë këto edhe në shtëpitë e pejgamberit alayhis salatu wassalam. E shtata, mësimi i shtatë dhe i fundit është melaçet nuk i pëlqejnë aromat e këqija. Ernat e këqija nuk i durojnë melaçet. Çdo aromë e keqe i largon melaçet nga njeriu dhe nga shtëpia e tij. Fatkeqësisht shumë njerëz nuk i kushtojnë rëndësi kësaj çështje dhe shpesh shtëpitë e tyre bëjnë erë të rëndë dhe shumë herë për shkak të duhanit, pirjes së cigares. Ai që e pi duhanin, ai bile me kon këtu ndaj duhanxhin thotë pse unë nuk e nij erën e duhanit. Jo, sepse hunti ka të mushur me erën e duhanit dhe nuk e nijn ata. Mirë po, në një vend ku pijet duhani, nëse hyn dikush që nuk e pi duhanin, e njeh erën e rëndë. Pra mos i besoni vetes me thonë që unë s'po e njeh erën e duhanit edhe nuk ka erë këtu. Jo. Jo çka ndin ti apo çka nuk ndin ti është e vërtet. Pra, duhani ka erë të keqe, po informojnë duhanxhit, ka erë të keqe dhe nëse pihet në shtëpi, ajo shtëpi merr erë dhe duham të rëndë, dhe në atë shtëpi pra ku ka erë të keqe dhe të rëndë, nuk rrin melaçet. Pejgamberi alayhis salatu wassalam i ka ndalu besimtarët të shkojnë në xhami masi të kanë hongër hudhra edhe qep. Pra me hongër hudhra edhe qep nuk të lejohet me shkuar në xhami, nëse janë ato jo të gatume, jo të përzhitme apo të kavërdisme. Pse? Se i dëmton melaçet ashtu që i dëmton njerëzit. Me i njan këtu që ka hongër hudhër, e njim erën me njerë, edhe i pengon të tjerëve. Qysh i dëmton njerëzit, i dëmton edhe melaçet. Pra, pejgamberi alayhis salatu wassalam po ndalon diçka që është e lejueshme, dhe është e mirë për shëndet. E çka mendoni për ata që pinë duhan, apo zot na ruaj nuk e
nuk është i pastër në trupin e tij, nuk i jep rëndësi pastërtisë së trupit. Shtëpia e besimtarit çdo herë duhet jetë e pastër dhe me erë të këndshme. Pejgamberit alayhis salam çdo herë ka ardhur era e mirë, po edhe shtëpisë së tij, dhe na ka këshilluar edhe neve që shtëpitë tona të mbajnë të pastërta dhe trupat tonë të jenë të pastër dhe me erë të mirë. Çdo herë kemi dëgjuar hadithe se pejgamberi alayhis salam e ka dash parfumin dhe na këshillon që kur të shkojmë në xhami, kur takohemi me njerëz të kështu me radhë, na vjen era e mirë të parfumosemi. Edhe shtëpitë tona, edhe shtëpitë e dhomat e djemve, se të vajzat kujdesen ma shumë për pastërti, djemt pak ma ndryshe, të kenë kujdes të iman pastër dhe me rregull. Në një vend që ka pastërti, ka rregull, ka rend, hyjnë me laçet. Ndërsa në ato dhoma, në ato vend banime, ku janë të çrregulluara dhe nuk janë të pastërta dhe të ajrosura, aty nuk hyjnë me laçet, po hyjnë shejtanët. Allahu na falt, Allahu na rujt, Allahu na mëshiroft, Allah i boft që shtëpitë tona të bëhen vend banime të melaçeve. Allahu na i largoft shejtanët dhe armiqtë tonë të përbetuar nga shtëpitë tona, nga familjarët tonë dhe nga ne. Gjithashtu Allah i boft që shtëpitë tona të ndriçojnë për banorët e qiellit. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah i shpërblet vëllezër për vëmendje. Allahu këtë kohë që kaluam këtu, u boft të rëndë në peshorën e veprave të mira në ditën e kiametit. Walhamdulillahi rabbil alamin.